Okej, në ka ardhur një mikesh në studio, Mirela Bogdani është rikthyer pas takosh me mëngjes. Dhe profesor Gzim Tushi, mirëmëngjes, faleminderit që është. Tani, jemi në një të përditshme dhe të mos bëjmë thashë theme, është krejt e pakuptueshme. Ka shumë njerëz që bëjnë në mënyrë organike dhe jo vetëm që asi bien të që janë duke u marrë me shkëmbim të informacionit, janë duke folur mbi njerëz referent, janë duke marrë një informacion, duke çuar një informacion që e kanë marrë nga diku tjetër tek e fundit, janë duke shitur dikë që i ka treguar një sekret tek dikush tjetër. Domethënë këto janë pjesë e jetës përditshme në thelb komunikimi që zgjedhim bëjmë me njerëzit. Po prej shumë kohësh për të caktuar, thashë themi në kokë. Ne bëjmë shumë thashë theme. Në fakt që nga sikundër e tham në raport sidomos me vendet e tjera të rajonit nuk është se jemi më pak. Edhe ata nuk është të bëjnë diferencën, në kuptimin që vazhdojnë ulen kafe, bëjnë të njëjtën gjë, çfarë din e zbrazin kafe, çon si ka me kë janë, si janë dhe kë përflasin. Është kulturë ballkanike kjo puna thashë theme profesor apo në gjithë botën e bëjnë? Jo, e bëjnë në të gjithë botën, është në fakt një lloj, po ta quajmë një lloj vesi njerëzor, po i quajmë në fillim nëse ta shikojmë nga ana morale. Në të vërtetë, më thashë themet ose të marrurit me llafe ose të folurit për tjetrin, se kjo do të thotë flasësh për tjetrin, marrësh për thashë theme, është edhe një element i njohjes. Natyrisht duhet të shikojmë edhe pak anën pozitive të kësaj gjë. Ka raste kur do që të njihesh me vlerat ose antivlerat e dikujt dhe natyrisht pyet dhe po pyetë do të thonë dhe po të thanë do të thotë që nuk është domosdoshmërisht thashë them, po është një lloj njohurish që e merr në mënyrë të fortë, po përpiqem ta shikoj nga ana pozitive, sepse ana negative thashë themi e kanë esencë dhe është evidente. Së dyti, është një element që ne si Ballkanës e kemi shumë të theksuar, është pjesë në një farë mënyrë e tipologjie jete që kemi trashëguar, e një mënyrë të jetuari ku zorë kemi pasur, të vështirë kemi pasur identitetin brenda vetes ose gjetjen e komponentëve brenda vetes për të marrë me veten në radhë parë dhe për të siguruar ekzistencën e vetes, përshtatshmërinë e vetes me të tjerët dhe me shoqërinë, kështu që kemi gjetur të merremi me të tjerët si një formë. Kjo është në një farë mënyrë një vakum kulturor. Evident në shoqërinë tonë është një vanitet që ne duhet ta pranojmë që kemi goxha të egzageruar, është një kompensim i faktit që nuk merremi me punë utilitare të dobishme shoqërore, po merremi me gjëra që nuk kanë vlerë, dhe natyrisht nuk është Kafeneja institucioni i parë, se besoj duhet të flasim se është një institucion shumë i rëndësishëm i qytetërimit Kafeneja, por ne merremi thashë themi edhe në punë, edhe në familje, pra në një farë mënyrë është një limf sociale që shtrihet kudo në shoqërinë tonë. Shumë kohë përpara kur lexoja edhe jam shumë dakord me jam shumë dakord. Jo, shumë herë kemi qenë dakord bashk. Po. Jo, e di ku jam dakord në atë që thatë që është edhe kulturave tjera. Jo, e kulturave tjera. Do thoja që në kulturat e tjera, unë do thoja që kjo është më shumë ballkaniko orientale, kjo e thashë themit. Kurse në kulturat e tjera, ndoshta sa më në veri apo sa më në perëndim të shkosh. Është më kultivuar. Është e para nuk është qëllim vetvete, ne e kemi dhe e kemi shumë në masë. Atje është më shumë në atë formën information is power, që unë dua të di. Pse ka mundësi të vendin mbretëreshës ku ti ke studiuar, edhe pse mbajnë dorën kështu edhe her pas here, a kanë ato pjesën e aristokracisë? S'merren ata më thashë theme. Po pra këtë po them. Është e pjesës information is power, pra duan të dinë çfarë ndodh etj etj. Po ku ndryshon nga ne? Ndryshon nga ne para herë që nuk është kaq masive, nuk është kaq që zë shumë kohën, intensiteti që zë shumë kohën, dhe e di kush është e keqja ke ne dhe dëmprurësja do thoja unë. Ajo mbyllja e qarkut, kalimi i gjës nga unë ke ti. Ma tha Gzimi mua do ta përcjell patjetër ke personi i tretë, që është gjë që për mua është dhe i çik nivel kështu pastaj. Sigurisht që për te stereotipizimit është folur gjithmonë për këtë diferencën, vetëm gratë, po mblodhen gratë, thashë themnaja prevalon, pra zjen aty. Ndërsa ka shumë zonja që i përgjigjen jo ose meshkujt ndonjëherë janë bërë kur mblidhen me njëri tjetrin kë nuk ulin dhe ngren, pse si pjesë e marrjes me njëri tjetrin, me të tjerët, kalimit kohës, gjetjes një forme për të shkëmbyer informacion. Këto studimet janë bërë, ka studime që po unë nuk i besoj, sepse me këto statistika sociale jo gjithmonë janë precize dhe jo gjithmonë japi rezultatin e vërtet. Për shembull, statistikisht thuhet që po, femrat merren më shumë me thashë theme dhe bëjnë thashë theme për femrat kryesisht, edhe meshkujt merren më pak, por dhe këta thashë theme i bëjnë për femrat. Pra në një farë mënyrë femrat janë edhe të viktima dhe të viktimizuar prej thashë themeve që bëjnë vetë ato për veten e tyre, po bëjnë edhe. Megjithatë, unë dua të theksoj një gjë.
Po ja ta marrim ta konkretizojmë, që fjalë, unë nuk e di nëse pavarësisht se jemi në brez orar ndryshëm, ai ka thënë gjumë bleon, pra gjithkohës e Lemza, pse? Se e kanë marrë në përgoj pafund këto 24 orët e fundit, 48 orët e fundit. Më së shumti meshkuj, po unë besoj që s'ja ka lënë mangut edhe femrat. Jo, femrat kanë përshtypje, domethënë femrat normal janë të parët për nivel thashë themesh, bile e di si është një gjë që meshkujt që mund të merren me thashë theme ose ashtu kategorizohen. Jo, në përgjithësi që kanë qef merren me llafe, kategorizohen me ato me ca konotacione shumë negative, u bën dhe këto meshkujt si femra etj etj. Domethënë nuk është tipike, do thoja unë për meshkujt që të sigurisht. Nuk te meshkujt nuk është më pak mbase sepse edhe ju të dy e njihni shumë mirë edhe aspektin e filozofisë këmbimit, domethënë në thelb komunikimin. Ka shumë nga ata që këtë punë thashë them najës, sikundër në kultura të ndryshme e vendosin me një përcaktim të ndryshëm. Pra Mirila tha që të kesh informacion është pushtet. Këtë tjerë thonë që nuk ka asgjë të keqe të marrësh dhe të tregosh për dikë tjetër, se tek e fundit shkëmben informacion dhe mbetet deri këtu tek analiza. Ndoshta të tjerë vënde me kontekste të tjera kulturore ja vënë emrin thashë them dhe për më tepër e ngarkojnë me kontekst shumë negativ që është turpërzhje, keqe, është një gjë që... Jo, edhe kur është dëmprurse. Është një gjë dëmprurse. Ngatron në muhabeta dhe ngjarje shumë njerëz që mund t'i sjellësh dëm atij tjetrit. Kjo pastaj është për mua një çështje që kalon atë nivelin e delinxhillikut pastaj. Po, që bëhet banale. Tani varet se çfarë thashë themesh bën, sepse janë thashë theme që kanë bëjnë me sferën e intimitetit dhe jetës private që besoj është pjesa më e madhe është dominanca e thashë theme në shoqërinë tonë. Për të intervenuar në jetën personale të tjetrit mundësisht deri në shtratin martesor për të ditur ontologjinë, orientimin seksual, të dashurat që ka gjithçka tjetër që është tipike për Ballkanin dhe tipike për ne. Po ne kemi thashë theme. Edhe Ballkani, prandaj. Ne kemi thashë theme edhe në fushën politike. Ti shiko ke komunikimin politik ose jetën politike e cila është e mbushur dhe kjo me një thashë them shumë të madhe. E treta, për sa i përket shembullit që sollët juve, tani unë nuk kam qejf për ato që thashë theme të vit burojnë për shkak të një lloj narcisizmi që mund të kesh ti për tu evidentuar ose për tu bërë objekt thashë themesh. Ky është një spekulim dhe unë them që këto lloj nuk janë fare thashë theme, por janë reagime inadekuate ndaj një gjëje që është banale dhe të reagosh ndaj një gjëje që është banale kjo s'ka të bëjë me objektin që ekspozohet, apo me hiret apo me deformime, apo kujtun se I kam lexuar dhe unë për fat të keq një pjesë të komenteve këto ditë, po ka të bëjë pikërisht me deformime që ka shoqëria jonë që gjen një objekt për të marrë më shumë. Është dhe ndoshta më duket ju e çikët pak e që zënja e kohës së tepërt, nga që njerëzit përgjithsisht këtu shumica e njerëzve janë dhe I çiksit pa punë, sepse di edhe përqindja të papunëve në Shqipëri. Çiksit pa punë? Çiksi edhe kur kanë punë e gjejnë kohën. Jo, flas nga pikpamja e statistikave të punësimit tjerë që këtu shumica e njerëzve, një pjesë e madhe e njerëzve nuk punojnë. Dhe duke qenë që duan ta zënë kohën me diçka, sidomos flas në aspektin e femrave, domethënë merren me këtë gjë, qoftë duke pirë një kafe, qoftë duke parë një telenovele etj etj. Kështu që është dhe pikpamja asaj që sa I zën sa të mbushur e ke kohën tënde. Unë po e pata të mbushur kohën time, e kuptoj, për të marrë. Ne kemi pyetur qytetarët, do të shohim këtë material, por vetëm pas pak do të pyes edhe Mirelën, edhe profesor Gzimin. Pa mendoni pak të ekuacionin që ndodh rëndom, po her pas here gjithë jemi të ndërgjegjshëm. Thashë them plus sajes, mendoni pak se çfarë del. Po shihni pak qytetarët se çfarë mendojnë për këtë punën e thashë them najës të përditshme. Po bënim ja dy thashë theme të vogla. Çfarë bëni dhe që thashë theme? Patjetër. Ka janë bërë meshkut më të keq se femrat tash. Çfarë bëni thashë theme? Më jo më nga këto ja shifet çfarë bëhet tu para shkollës ja. Shifet shohim këto gocë që janë simpatike. Sa kohë të ditës harxhonin në kafe? Varet. Po gjysmore një orë. Është nga mbetur në traditën shqiptare punën e kafes. Ndoshta ka munguar nga kohë e vjetër, që s'kishim shumë kafe, s'kishim para traditës. Thjesht, ti shkojnë në një kafe po marrim një ujë ose një diçka tjetër. Tani listim për kolegë të punës. Sa po të të problematika që mund të kenë ata, që kanë ata, domethënë po I diskutonin. Çka ka veshur ajo? Ç'a bëri ajo me kë foli, me kë ishte si e pas. Shumica ç'a bën? Ma vete puna? Dallaveri për ata të punës po jo ma vete puna. Dallaveri. Po, s'është e vërtet kjo. Po pra
mirë. Kishte gjë fjalën tamam dalla verë. Nëse të paktën atë gjë me D e bën në mënyrë të saktë, hajde. Po kur sajon dhe shton mbi. Pra informacionin që je dikujt tjetër, informacion. Është si puna telefonit prish, që kemi pasur në bisedën që shkëmben deformuar, atëherë si del kjo histori? Tani u them kështu që thashë themet përveç se folëm anën pozitive, janë në të vërtetë janë një shkelje e privatësisë së jetës së njeriu, një cënim i rënd i identitetit kur bën me thashë theme, dhe mbi të gjitha është dhe një lloj tiranie sociale që bëhet mbi individin. Dhe më lejoni të them që zakonisht thashë themet nuk kanë ndonjë strukturim të tyre me kë merremi, se këtu thashë themet bëhet për gjithçka dhe për çdo gjë dhe për të gjithë. Megjithatë, në shoqërinë shqiptare, për shkak të disa defekteve të saj, thashë themet bën më shumë për njerëzit që kanë reputacion publik, që kanë vepra personale, që janë njerëz që kanë filluar të largohen nga turma dhe të shquhen, dhe keni parasysh sa më shumë kjo shfaqet, aq më shumë atë bëhen objekt thashë themesh për shkak të zilis, të xhelozisë, të ambicjes. Kjo është normale, profesor. Kosto është qenurit sy të gjithëve. Të merresh jo të shpifësh, po flasim për pjesën e errët të kësaj, nuk po flasim për pjesën e mirë. Sigurisht, unë nuk them që njeriu duhet të jetë ambicioz, jo duhet të jetë ambicioz, nuk është që mos matet me tjetrin. Të qenurit publik të pjesa më e madhe e tyre bëhet nëpër kafene. Dhe meqense dolëm te kafene, duhet ta theksoj këtë gjë që kafenet sot janë bërë institucione universale të jetës publike. Ne s'duam kafenet janë. As i mbyllim dot, as nuk mund të shajmë dot, sepse një pjesë prej tyre kanë filluar të jenë edhe vende ku bëhet puna, ku bëhet biseda, jo në të gjitha rastet të kafene bëhen vetëm thashë theme. Ka një pjesë që e kanë si insulinë për të djegur kohën e tepërt, se s'kan ku ta çojnë dhe çojnë kafene dhe pastaj i futin dhe insulinë dhe merren me llafe çfarë të dalin. Po ka edhe të tjerë që bëjnë punë dobishme, biznesi, punë akademike, gjëra që takimesh për gjëra të dobishme, si thua. Do çuditeni, po ishte bërë në fakt një anketim për sjelljen tonë kafe. Ç'rëndësi ka, çfarë statusi ke? Je i papunë, je njeri i angazhuar. Pra ulesh në kafe edhe cilat janë bisedat që bëjnë. Përgjithsisht përvalonin bisedat për të tretët, pra jo bisedat në rang individual. Kjo pas pyetjes që pse më së shumti zgjidhin të bënin biseda për personat e tretë, sepse dikush thoshte, pasi pyesim 12 herë ç'kemi çka ke bërësie, si ke nga shtëpia, pra 12 herë në mënyrë të vazhdueshme, te 13-a do të pyes çfarë bën filani, apo dëgjove informacione e fundit duke ju referuar personave që janë natyrës dhe kështu nis vorbulla e thashë themi. Ama Mirela, duket që i ka pak zot këtë punën, duke qenë edhe nga kultura, nga vjen, nga ka qëndruar gjatë, që çdo gjë këtu zgjidhen kafe. Pra njerëzit ulen, jo edhe me zgjidhin, bisedojnë, ndajnë kohën, harxojnë kohën, ndonjëherë nuk shkojnë tek zyra, por rrinë më shumë kafe. Edhe me shprehjen, për shembull, ç'kemi si do takohemi për kafe? Domethënë që aty fillon një takim shumë zakonshëm, shumë domethënë nivelit shoqëror etj. Nuk thohet për shembull s'kam dëgjuar ne do takohemi për një drink, për një pirë, për një çaj, do takohemi për kafe. Kjo është domethënë. Dhe pastaj për të dalë ka ajo që të dy bashkë me Gzimin e kemi punuar në administratë dhe është e çuditshme, po një pjesë shumë e madhe e administratës tonë publike, domethënë e punonjësve të administratës, e bëjnë punën në kafe. Domethënë dhe takimet zyrtare, ato që duhet bëhen në zyrë, kupton, bile edhe takimet e vogla, për shembull 2-3 që quhen mbledhje dhe formale, dhe ato prap në kafe. Pra është kjo kultura që është shumë gjenerale, domethënë, dhe ndoshta ka të bëjë edhe me një farë tradite dhe me një farë kulture këtu, po që është çështje e traditës ndonjëherë edhe pak ballkanike, me një reminiscencë otomane, në nahazyra. Tani ç'është e vërteta, ne duhet ta pranojmë që në esencë me gjithë ndryshimet që kanë ndodhur dhe me gjithë orientimin properëndimor që kemi dëshirë si vokacion për të qenë properëndimor dhe perëndimor dhe jemi në një farë mënyrë shumë tregues, po për sa i përket organizimit të jetës pas të punës, pas punës, para punës etj. Në përgjithësi orientimi është orientalist. Dhe fakti që ne kemi kaq shumë kafene, tani po i them një fakt, Mirela ka më shumë, të gjithë kemi shëtitur. Po besoj dhe ju e dini. Po ti biesh rrotull manatenit, nuk gjen është vështirë, unë s'kam bjerë dot kafenet të ulesha, në këmpo, me ato. Jo, edhe kafenet që pijen me një shpejtësi, kurse neve e vejmë përpara, unë e kam pas vetë, për shkak gjëra që bë. Merja kafen dhe e veja përpara kompjuterit dhe filloja dhe pija kafen dhe nuk është ajo që ta sip kafen edhe ti që të vazhdoj punën. Jo, do rri aty ke kafja, bilet mbledhe shoqet edhe kolegët. Po, dëgjoni, më thot, tani nëse themi të vërtetën, a do ju shijonte që sa ta bënit këtë ritualin e ta merrnit kafen me shpejtësi apo duke punuar njëkohësisht ndaj kafen, nuk të mungonte pak e ulura, tryeza, 5000 kesha, 5 miq, ku diun,
Pse 5 vite bes Mikesha? Edhe Mikesha. Po me familje dakord, më përzihen si duash. Është problemi si bëhet puna ashtu. Këtu është. Sigurisht e preferon kur ke kohë të tepërt, kur ke mundësira të tjera, por kur ke për të bërë një punë, që do prodhosh një produkt, një gjë, që e ke edhe me një deadline, domethënë. Se si mund ta bësh ti punën, që të shkosh që mëngjes, tulesh, të dystohesh, edhe me ato miqt apo kolegët e tu. Nuk e di. Ky është problemi domethënë. Ka një problem që duhet ta them pak në mënyrë më kështu. Domethënë është problemi për një raport ka njeriu midis kohës cilësore dhe kohë cilësore është koha e punës, koha e angazhimit, koha e produktit dhe një kohë lineare, një kohë që mund të jetë e tepërt dhe që mund të konsumohet edhe në kafe. Çfarë kemi të prishur ne? Ne kemi prishur ekuacionin, rrim shumë në katër sa më. Bëjmë shumë muhabet e thashë theme për gjëra pa vlerë sa bëjmë punë produktive dhe ky është një ekuacion i rëndësishëm i qytetërimit ton. Domethënë të paktën t'ja mësojmë fëmijëve tan, mos se Po vim pak te kjo që thot Mirela, po pse përgjithsisht ne sa herë themi për punë dhe angazhime i lëm momentin e fundit, apo është kuptuar edhe si sjellje në vend që të bëhet puna në fillim, të mbarohet me punën dhe ajo pjesë kohë e lirë, ndoshta për shembull pihet një kafe apo të bëhet diçka tjetër. Po nuk e di pse ne e fillojmë me kafen, faktikisht që nuk është puna produktive, puna që ti ke për të bërë atë ditë, domethënë. Pyetja ime është në fakt, domethënë për te sjelljes që kemi me punën, edhe që e lëm për momentin e fundit, mos ndoshta është ky shkaku i dystimit të dystohemi një herë. Dhe pastaj mendojmë se ky elementi i raportit të njeriu me punën nuk është tek të gjithë, kështu është edhe ky është një raport individual i njeriu me punën. Se çfarë ka. Po është si kultura e përgjithshme jona që kultura e përgjithshme që është e vërtetë. E marrim shumë easy punën. Është e vërtetë që është dhe unë besoj që është element i rëndësishëm i kulturës së qytetërimit ton, i edukatës së punës dhe për fat keq po ja u transmetojmë, po ja u injektojmë të limf të deformuar edhe të rinjve dhe adoleshentëve, të cilët gjithashtu janë nën imperializmin kulturor të kafeneve. Edhe ata gjithë ditën i gjën në kafeneve. Po imponohet, se shikojnë modele dhe ata po thonë ky është modeli. Dhe po krijojnë të rinj që duan pak punën, duan të arrijnë rezultatet shumë shpejt, mundësisht të arrijnë në kafene, mundësisht dhe provimet të japin në kafene. Unë desha në këtë kuadër gjëja që mua më bezdis dhe mirë kjo administratës, këtë dhe mund ta përty, po gjëja që unë nuk përty fare është ajo që sapo e qiku Gëzimi që e studentëve që rrinë në kafe. Do me thonë këtu në universitetet tona institucioni më i suksesshëm, më popular, është kafja. Nuk është as auditori, nuk është as biblioteka. Dhe kjo pastaj është kur fillon që në brezin e studentëve ke brezi ri me këtë lloj që takohemi ke kafja ose në vend që të takohemi ke biblioteka. Dhe kafet janë gëlojnë. Do më thënë, qa mund presësh për produktivitetin dhe eficiencën e më pastajme në punë. Kështu që dakor, nuk do ta lëm vetëm nivel fjalësh në këtë gjë. Domethënë kemi një material që do t'ju ilustroj pothuajse të gjithën. Po çfarë bën deri tani me profesor Gzim Tushin dhe me Mirela Bogdanin? Po ja kthyem pak pasqyrën nga vetja, në kuptimin që gjithë secili përpiqet të përkthejë këtë realitet kontekstit kulturor, social të vendit që jetojmë edhe zgjedhim që të çojmë jetën përpara. Po shihni këtë material që ju tregon më shumë mbi çështjen e kafeve dhe rikthehemi për t'u ndarë me miqt. E keni dëgjuar shprehjen histori kafenesh? Është pikërisht shpreha që tregon më së miri marrëdhënien e shqiptarëve me kafenet. Dikur ajo ishte zemra e qytetit. Ishte sigurisht një vend burrash ku flitej për gjithçka ndodhte për qark. Flitej edhe për poezi, libra, shkrimtar, madje pëshpëritej dhe për vajzën me të cilën rastësisht kishte shkëmbyer vështrime atë buzë mbrëmje. Por edhe vajzat asë kohë kishin pikat e tyre të takimit në qytet. Si për të ndarë vend takimet sipas gjinive, për vajzat kafeneja ishte shndërruar në ëmbëltore, ku dhe pse kishe shkuar të haje një akullore me shoqet, fshetazi shkëmbeje vështrime dhe buzëqeshje me tavolinën përballë, ku disa djemë të ri ishin ulur gjoja rastësisht. Përveç se shoqërisë së mirë dhe dashurive të fsheta, kafenet e varfra të qyteteve ofronin në fakt shumë pak. Kafe ekspres ose turke vetëm për 50 lek, pije freskuese, kryesisht aranxhat për vetëm 70 lek dhe një akullore për 20 lek. Për shqiptarët e para viteve 90, bota e tyre rrotullohej në kafene. Pas rënjes së komunizmit, marrëdhëniet e shqiptarëve me kafenet ndryshuan. Shumë shpejt kafenet filluan të shfaqeshin në çdo cep lagje dhe frekuentoheshin nga mëngjesi në mbrëmje. Dal nga dal humbën dhe emërtimin e dikushëm, nga kafene në bare, sepse tingëllonte edhe më europiane.
Baret janë sot mjediset ku gdhihemi dhe mbyllim ditët tona. Këto ambiente të zhunshme janë kthyer në vende ku pushojmë, debatojmë, grindemi, përgojojmë, qajmë hallet, bëjmë dashuri, bëjmë politikë, zgjidhim konflikte dhe shumë punë të tjera. Rituali ynë më i preferuar janë pikërisht kafene, ku nisim dhe bitisim të gjitha punët e përditshme. Ndaj kur të shihni njerëz të ulur në kafene, mos mendoni se është humbje kohe. Me siguri aty po diskutohet për ndonjë çështje serioze, sepse kafeneja për ne shqiptarët është kthyer në institucion. Mirë, kaq ishte, u desh vetëm t'ju asillim qendër të vëmendjes pjesë e sjelljes tonë. Faleminderit Mirela që ishe në program. Faleminderit Eno për ftesën. Faleminderit profesor Gzim Tushi. Ja lajmet e radios që vijnë më një herë vetëm pas pak. Ky është programi i mëngjesit. Jemi në transmetim deri në orën 9. Ai ka të vazhdon. Përshëndetje, ju njohim me fleshin e orës 8. Top Albania Radio. Fondi Monetar Ndërkombëtar konfirmoi parashikimet e tij se për 2014 rritja ekonomike në Shqipëri pritet të jetë rreth 2%. Kjo u deklarua nga drejtuesi i misionit Nadim Ilahi në përfundim të bisedimeve me autoritetet shqiptare për gjatë 8 ditëve. Ilahi njoftoi se programi ekonomik ka ecur sipas planit dhe se misioni do të kërkojë bordit të Fondit Monetar miratimin e rishikimit të 2 dhe të 3 të marrëveshjes. Kjo çon në lëvrimin e 53 milionë eurove të tjera, pjesë e huas prej afro 330 milion të parashikuar për një periudhë 3 vjeçare. Për të njëjtën pritshmëri foli dhe numri 1 i financave Shkëlqim Sani, ndërsa ministri i ekonomisë Arben Ahmetaj tha se do të mundej që rritja ekonomike të ishte në nivelet e 2.1 dhe 2.2%. Drejtuesi i misionit të FMN-s Nadim Ilahi shpjegoi se gjatë bisedimeve me autoritetet shqiptare vend të rëndësishëm zuri dhe situata e sektorit energjetik, nevojiten urgjentisht reforma për t'i dhënë fund barrës fiskale të këtij sektori. Autoritetet kanë filluar të bëjnë hapat e parë të rëndësishëm në zbatimin e planit reformues i hartuar në konsultim me Bankën Botërore, tha zyrtari i FMN-s. Gjithashtu Ilahi mirëpriti planin për të kompensuar shtresat e varfëra. Qeveria do të ulë çmimin me të cilin keshi detyrohet të blejë energjinë e hidrocentraleve të ndërtuara me koncesion nga privatët. Projekt vendimi i përgatitur nga Ministria e Energjisë ndryshon tërësisht formulën e çmimit duke e ulur me rreth 30% nga niveli aktual. Sipas ekzekutivit, masa do të lehtësojë financat e drobitura të korporatës dhe synon që brenda 2017-s sektori energjetik të dalë nga kriza dhe të gjenerojë fitim. Komisioni i Ekonomisë ndryshoi akcizën e pijeve energjike duke e ulur në 30 lekë për litër nga 50. Në paketën fiskale, qeveria pati propozuar heqjen e kësaj takse nën argumentin se nuk zbatohet në Bashkimin Evropian, por ky nuk është produkti i vetëm që Shqipëria takson me akcizë jashtë standardeve të BE-s. Ndryshe nga vendet e Unionit, qeveria shqiptare takson me akcizë edhe kafen, për të cilën edhe pse ka patur propozime për heqjen e taksimit, deri më tani nuk janë marrë parasysh. Vazhdojmë me lajmet. Koalicioni i ri në Kosovë do të thërrasë seancën konstituive të kuvendit në 8 dhjetor. Gjatë një takimi me presidentin Yahyaga, lideri i PTK-s Hashim Thaçi dhe ai i LDK-s Isa Mustafa njoftuan se subjektet e tyre politike do të jenë të gatshme që në këtë datë të votojnë kryetarin dhe nënkryetarët e kuvendit, si dhe qeverinë e programin e saj. Pas daljes nga presidenca, Isa Mustafa tha se do të jetë kryeministri i ri i Kosovës. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com